Arsit Gërbeti është kapiteni i Vllaznisë U18 që sapo është shpall fitues i turneut ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2025. Urime Gërbeti. Faleminderit. Një kapiten që në harkun në kohortë 10 ditëve merrin në dorëzim 2 kupa. Kupa e parë ishte me ekipin U19 në Tiranë, në turneun e famshëm ndërkombëtar, dhe tashmë në tjetër turne, por edhe ky shumë i rëndësishëm. Po, shumë i fort, si në Tirana këto. Finale ishte shumë e fort, por ja dolme me sukses dhe arritëm me çu këtë trofej. Një kapiten i kënaqur me këtë sukses të ekipit? Shumë i kënaqur. Sidomos ndeshja finale ishte shumë luftarake. Po, luftu me shumë ekipi që kishim përballë, që një ekip shumë i fort, i mirë teknikisht dhe i fort fizikisht, por ja dolme me sukses. Natyshëm se turneu i fituar në Tiranë ka qenë një niveli shumë më të lartë, por edhe ky i kthej radhën në Shkodër, se organizua nga Shkodra Sport Event me drejtues Jetmir Podgoricën, ishte me pjesëmarrës me ekipe me shumë nivel, sidomos në ndeshja finale. Po, si atje këto shumë ekipe të forta, edhe shumë lojtarë cilësor kishin shumë ekipe. Gërbeti, në aspektin personal, ky sezon apo ato të mëparshme, si kanë qenë për ju? A jeni i kënaqur me atë çfarë keni dhënë për Vllaznin? Shumë i kënaqur, sidomos në sezonin e fundit, tek U19, për Sir Elvis Plorin. Shpresojmë të kapim ekipin e parë sa më shpejt. Aty janë synimet objektive, patjetër, në fakt edhe trajneri Plori pas fitimit të kupës në kryeqytet është ndalur tek ju, duke ju vlerësuar si një lojtar që meriton skuadrën e parë. Shumë i kënaqur. Si për atë turneu për këto, shumë i kënaqur. Shpresojmë të kapim ekipin e parë. Kjo kupë, por edhe ajo fituar në Tiranë, për kë shkojnë? Ka ndonjë dedikim? Për dedikimet familjes edhe vetit, kaq. Urime Gërbeti për këto 2 kupa dhe suksesin në vazhdimsi. Shumë faleminderit edhe juve.